Ajo që duhet të ishte një mbledhje e thjeshtë e zyrtarizimit të dy emrave që do të garojnë për drejtimin e Partisë Demokratike në Shkodër ka përfunduar me tensione, madje deri në përplasje fizike. Mbledhja 9 marsit me kryesinë e Partisë Demokratike, ku morën pjesë deputetët e kësaj force politike në Shkodër, por dhe nënkryetari i Partisë Demokratike, njëherazi dhe drejtuesi politik në Shkodër Luciano Boçi, sollën diskutime. Në momentin që u njoftua fakti që Ardit Çylybyli dhe Gentiani Ibro do të jenë dy kandidaturat zyrtare që do të garojnë më 15 mars për drejtimin e Partisë Demokratike në Shkodër. Kandidatët e tjerë kanë kërkuar shpjegim nga sekretari i Partisë Demokratike në Shkodër se pse janë përjashtuar nga gara, ndërkohë fillimisht ka pasur aludime që edhe ato kanë dhënë ndërheqjen, fakt që është mohuar kategorikisht. Pas kësaj ka nisur debate që degraduan deri në përplasje fizike. Star Plus Televizion ka kërkuar një reagim zyrtar nga Partia Demokratike në Shkodër për atë çfarë ndodhi një natë më parë, ndërsa deri më tani nuk ka asnjë reagim. Më 15 mars, Partia Demokratike në Shkodër do të zhvillojë garën për kryetar, ku në vendim kryesie do të garojnë Ardit Çylybyli dhe Gentiani Ibro.